kjo pjesa këtu është e gjitha poshtë penge. Po. Dhe është shumë e preferuar për njerëzit. Edhe për mua tashmë. Që ishte e dukshme. Mersi që të bashkëpunojmë përsëri së bashku. Atëherë ne Olsi do doni të ndinim nëse ne vim si klient tek juve për herë të parë ose të vazhdimisht, kush do ishte pjata që do na sugjeronit ju që duhet provuar patjetër te Gostia? Në fakt ne kemi sugjeruar, kemi promovuar shumë pjata të restorantit jonë, por tani jemi duke u zgjeruar te pjesë e kuzhinës, ke artikujt, ke mishrat, kështu që kemi shtuar një sektor të posaçëm që po e bëjmë vetëm me prush dhe çdo gjë do bëhet në prush. Kështu që besoj çdo pjatë që do bëhet në prush ka një shije të veçantë në krahasim me pjekjet që bëhen në zgarat me gas apo diçka, që mëri ka diçka shije tjetër.